Ligjërisht këta persona, këta qytetarë që po krijojnë familje në Kosovë në një familje kosovare, a përfitojnë nga çfarë do subvencionimi ose çka do që shteti ka për shtetasit e Kosovës, apo janë të eliminuar edhe prej kësaj kategorie? Tashmë pothuajse për do të me fitu shtetësinë e Republikës së Kosovës për me qenë pjesë e përfitimeve. E kemi pas kohën e fundit edhe problemin me shtesat e fëmijëve. Kjo ka qenë një ndër problemet më të mëdha në vendin tonë. Nëse ti nuk e ke gëzu do të thotë shtetësinë e Republikës së Kosovës, atëherë ti je penalizuar edhe prej shtesave të cilat i kanë taku fëmijës tënd, pavarësisht pse ti jeton edhe vepron ose je martuar me një qytetar të Republikës së Kosovës. Dhe është shumë e dhëmshme kjo në fakt. Është e dhëmshme, mendoj që shteti duhet më shumë për me u organizu edhe me informu qytetarët. Jo vetëm qytetarët jenë të informu në bazë një kërkese në komunën e tyre, ose po më shumë t'jepen informata ose opinione ligjore rreth procedurave, aplikimit, mënyrës, marrjes shtetësisë, t'jenë më shumë t'informuar qytetarët.